OBSH paralajmëron për përhapje të baktereve rezistente ndaj ilaçeve. Organizata Botërore e Shëndetësisë OBSH ka shprehur shqetësim të hënën për numrin në rritje të infeksioneve bakteriale që janë rezistente ndaj ilaçeve, çka komprometon efektin e trajtimeve për shpëtimin e jetës dhe i bën plagë të vogla apo infeksionet e shpeshta potencialisht dëkjepruese. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Shëndetësi ka paralajmëruar se 1 në 6 infeksione bakteriale të konfirmuara në laborator në 2023 ka treguar rezistent ndaj trajtimeve me antibiotik të ndryshëm. Këto gjetje janë shumë shqetësuese, ka thënë Jan Hutin, kreu i departamentit të OBSH-s për çështje të rezistencës antimikrobiale. Teksa rezistenca ndaj antibiotikëve vazhdon të rritet, neve po na mbarojnë mundësitë e trajtimit dhe po rrezikojmë jetë njerëzish. Ka vite që disa baktere kanë krijuar rezistencë ndaj ilaçeve të krijuara për t'i luftuar ato, duke i bërë trajtimet kryesisht të padobishme. Ekspertët besojnë se kjo situatë është rezultati i përdorimit masiv të antibiotikëve për të trajtuar njerëz, kafshë dhe ushqim. Bakteret rezistente ndaj mikrobeve shkaktojnë rreth 1 milion vdekje në vit dhe kontribuojnë në gati 5 milion vdekje të tjera sipas të dhënave të OBSH-s. Ky institucion ka arritur në këto gjetje pas analizimit të rezistencës baktereve në 22 antibiotik të përdorur për t'i trajtuar infeksionet e traktit urinar, gastrointestinal dhe ato të qarkullimit të gjakut.